Enti shtetëror i statistikave ka bërë të ditur se një banor i Maqedonisë së Veriut vitin e kaluar ka prodhuar 417 kg mbeturina. Sipas entit, në vend janë gjeneruar 755.7 mijë ton mbeturina, ndërsa në deponi kanë përfunduar pothuajse 640.000 ton mbeturina komunale. Edhe pse është prodhuar më pak mbeturina, ndërmarrjet komunale kanë grumbulluar më shumë mbeturina sesa një vit më parë, ka njoftuar enti. Rritja është rezultati i përfshirjes së një numri më të madh vembanimesh në sistemin e grumbullimit kolektiv të mbeturinave. Industria e Maqedonisë gjatë vitit 2024 ka gjeneruar 1.2 milion ton mbeturina, ose mesatarisht 655 kg në vit për çdo banor dhe më pak se mesatarja europiane, ku industria në disa vende gjeneron edhe disa mijëra kilogram mbeturina industriale për banor. Enti ka theksuar se struktura e mbeturinave që vijnë nga amvisërit tregon se në vend bëhet shumë më pak ndarje e mbeturinave për riciklim dhe siç thon ata, pjesa dërmuese, rreth 553.000 ton përbëhet nga mbeturina të përziera. Nga mbeturinat e ndara, afër 35.000 ton kanë qenë mbetje organike, 15.500 ton plastik, 10.000 ton letër, ndërsa sasia e metaleve të grumbulluara veçmas ka qenë shumë e vogël. Sasia më e madhe e mbeturinave prodhohet dhe grumbullohet në rajonin e Shkupit, ndërsa sasia më e vogël e mbeturinave grumbullohet në rajonin Verilindor.